7 muaj përpara zgjedhjeve të masmandatit në SBA, sondazhet tregojnë se populariteti i presidentit Donald Trump ka rënë ndjeshëm. Analistat e fundit tregojnë se problemi kryesor për votuesit nuk janë zhvillimet në politikën e jashtme, përfshirë tensionet me Iranin, por çmimet e larta në supermarket dhe kostoja e jetesës. Inflacioni dhe rritja e çmimeve të karburantit meten shqetësime kryesore, duke ulur mbështetjen për Trumpin veçanërisht në komunitetin hispanik, të cilët ishin vendimtar për fitoren e tij 2 vjet më parë. Indeksi i miratimit të presidentit ka rënë në rreth 35 deri në 40%, sipas mesatares së llogaritur nga analisti i sondazheve Nat Silver, duke shënuar një rënje prej 17 pikash krahasuar me periudhën e fundit të marsit. Për çështjen si ekonomia dhe politika jashtme, veçanërisht ngjarje me Iranin, perceptimi i votuesve është i përkeqësuar, ndërsa premtimet e mëparshme si benzina në $2 për galo nuk po zbatohet. Në Kalifornia, çmimi i karburantit ka arritur mbi $6. Analistët paralajmërojnë se këto faktorë mund të ndikojnë në rezultatet e Partisë Republikane gjatë fushatës elektorale të nëntorit, duke rrezikuar humbjen e shumicës në dhomën e përfaqësuesve dhe ndoshta edhe në Senat. Ndërkohë, zhvillimet në Iran mund të ndryshojnë situatën, por momentalisht shqetësimet ekonomike mbeten prioritet për votuesit amerikan.